Allahu Jalla wa Ala Muhammedet alayhi salatu wassalam, të cilit ja ngarkoi misionin e udhëzimit, urdhrin e parë që ja shpalli atij dhe tërë njerëzimit ka qenë pikërisht urdhri për dije. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Pra Allahu Jalla wa Ala ka shpallë që bazament, themel, fundament i kësaj feje të jetë pikërisht dija. Feja islame, parimet e saja, mësimet e saja, të gjitha këto ndërtohen mbi dijen. Allahu Jalla wa Ala ka kërkuar prej nesh që dijen ta kemi si parakusht, madje edhe për të adhuruar Allahun Jalla wa Ala, nga se një ignorant ndoshta mund të ketë qëllim të mirë, por nëse nuk e adhuron Allahun Jalla wa Ala ashtu siç duhet, mund të bjerë në mëkat, dhe shumica e mëkateve të mëdhaja fatkeqësisht janë si shkak i mungesës së dijes që ka reflektuar qoftë në ekstremitet në kuptimin e braktisjes ose në kuptimin e glorifikimit ose stërzmadhimit të një gjëje të caktuar fetare. Allahu Jalla wa Ala ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ka thënë dije, mësa, bindu se Allahu është një. Pra ka kërkuar prej nesh që dituria të jetë ajo e cila i shërben fesë, ajo mbi cilën ndërtohet feja.